Kurani shpëtuesi nga porçarjet. Është transmetuar nga prisi besimtarëve Imam Aliu paqja qoftë mbi të se ka thënë: E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, profetin Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, duke thënë: Do të ndodhin porçarje. Unë i thash: Cili është pejtimi prej tyre? Ai tha: Libri i Allahut, libri i Allahut. Në të ka rrëfime për ata që ishin para jush, lajm për ata që do vinë pas jush, dhe gjykim për atë që ndodh ndërmjet jush. Ai është ndarës mes së vërtetës dhe të kotës, dhe nuk është lojë. Ai që e lë atë nga tirania, Allahu do ta thyej, do ta shkatërrojë. Dhe ai që kërkon udhëzim në diçka tjetër përveç tij, pra Kuranit, Allahu do ta humbas. Ai për Kurani është litari i fortë i Allahut. Ai është për kujtimi i urtë, ai është rruga e drejtë.